Ka ndryshuar dhe kohezioni social, por prandaj po të them që me këtë kohezion social, ato që kanë ndikim poshtë kush janë? Janë bashkitë. Bashkitë ka në ata që kanë, ka shumica sot, janë bashkitë, janë policia shtetit, etj. Dhe kur këta ankohen për biznesmenët, dhe ankohen ndonjëherë thonë biznesmenët e lidhur me krimin apo krimi lidhur me biznesin etj. Këta nuk kuptojnë që nuk është se janë ata që janë forcuar ata. Jeni dobësuar ju. Keni lënë organizimin kapilar. Keni bërë partitë të cilat duhen për internet dhe partitë të cilat i përdorni vetëm kur vjen zgjedhjet. Dhe Partia Demokratike ka qenë historikisht e organizuar shumë mirë në territor. Unë mbaj mend për shembull në kohën e luftës në Kosovë, kur dolën për herë të parë këta që ikën nga fronti i Deçanit, atëherë që bëi luftën pranverën e 98-s në Deçan, që u tërhoq një pjesë e UÇK-s asaj kohe që quhej FARC, dhe mori një numër të madh banorësh aty nga zona e Deçanit dhe dolën në Tropoj. Ishte Bashkia e Tropojës, ishte Partia Demokratike në Tropoj, ishte populli i Tropojës, ishin ata që ishin aty që u gjendën. Që çuan ndihmat e para, sigurisht mbrapa erdhi ushtria, erdhi policia etj. Po në fillim ishin ata që ishin vendas aty. Njëta gjë për Kukës për kohën më mbrapa, po pastaj aty u impenju shteti organizuar, Ilir Meta që ishte zëvendës kryeministër u vendos në edhi permanente, erdhi UNHCR-ja, që ishin etj. Nuk ka më shfaqje të tilla. Prandaj kur ti sot thua, okay, po unë nëse s'kam në interes, pse duhet ti votoj? Pra, sigurisht që është kjo situatë që është, dhe ke këtë panoramë që ke, por në kushtet që nuk ofrohet asnjë nevojë për ndryshim. Ti mendon se do ketë ndryshim?